Njeriu që duhet dashur, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Biografia e të dërguarit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Nga Ebu Bekër El Gjezairi. Fjala e autorit. Ky është një studim dhe vepër letrare për dashurinë e sinqertë ndaj të dashurit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, të cilën ja dhuroi botës islame, por edhe tërë njerëzisë, e të gjithë njerëzit janë në nevojë të jashtëzakonshme për këtë që ajo përmban, për diturinë dhe njohjen e jetë përshkrimit të dërguarit të fundit, Muhammedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. E plot dhe gjithë përfshirëse, ajo në mënyra më efektive e trazon drejtimin drejt të vërtetës absolute dhe rrugës së drejtë, ndërsa atë i cili niset kësaj rruge e shpihen drejt lumturisë së kësaj bote dhe botës tjetër. Ebu Bekër El Gjezairi, Medine, 14 i pari, 1408 Hijri. Fjala e përkthyeses në gjuhën shqipe. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi i takon Allahut për çdo mirësi dhe begati që na ka dhënë në jetë, kurse Islami padyshim që është begatia më e madhe për çdo njeri i cili hapëron në këtë fe madhështore. Salavatet e përzemërta qofshin për të dërguarin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, njeriu më të dashur të krijuesit të gjithë njerëzimit, i cili e stolisi me cilësitë dhe virtytet më të përsosura njerëzore. Falënderimi gjithashtu i takon Allahut, i cili më dha mundësinë që edhe unë, me duart e mia, të investoj nga mundi im të sjell lexuesit shqiptar një libër të mrekullueshëm si ky. Një libër ku mund të zhytesh dhe të përjetosh kënaqësitë e jashtëzakonshme të kësaj historie të ndritur. Koha që kam kaluar në përkthimin e këtij libri ka qenë vazhdimisht e përcjell me duan që Allahu këtë vepër ta bëj sadakarjet se për mua dhe familjen time, si dhe për secilin që ka dhënë përkrahjen e tij që ky libër ta shohë dritën e botimit, dhe e lut Allahun që të gjithë i shpërblej me shpërblimet e tij të pafundme. E po ashtu, edhe unë të jem në atë grup njerëzish të mrekullueshëm. Bëj dua që Allahu, autori të këtij libri, Ebu Bekrit, vdekja e të cilit ndodhi pikërisht në kohën derisa po e përktheja këtë vepër madhështore, t'i jap shpërblimet e pandërprera dhe fytyrën e tij të ndritur të një plaku të bardhë dhe të bukur, ta bëj të shkëlqyer nga drita dhe shkëlqimi i xhenetit. Allahu qoftë i kënaqur me këtë vepër të tij të mrekullueshme. Falenderoj recenzentin e këtij libri, Hoxhën e nderuar Ali Shabanin, i cili me përpikmëri e bëri recensimin dhe e krahasoi gjithë të material me origjinalin e librit, të cilin e solli studenti ynë Enis Selimi, nga i vendi bekuar, nga Medinja e ndritur. Falenderoj profesoreshën dhe gazetaren e mirënjohur shqiptare Nada Dosti, e cila për një kohë teje të shpejtë dhe të shkurtër, me gjithë obligimet dhe detyrat personale dhe profesionale, e bëri korrekturën gjuhësore duke treguar profesionalizëm dhe origjinalitet të shquar. Mirënjohjet e posaçme janë për të gjithë stafin, ekipin dhe aktivistët e shoqatës qytetare Garuba nga Gostivari, të cilët në kontinuet për vite me radhë kanë dhënë kontributin e tyre në botimin e librave të shumt të përkthyer nga gjuhë të ndryshme, e posaçërisht veprat më të shquara nga gjuha arabe. Aktivitetet e tyre kanë qenë të dalluar edhe në aspektin e ngritjes së çështjes fetare në trojet mbar shqiptare, posaçërisht në rrethinën e qytetit të Gostivarit, ku kanë lënë gjurmë të shkëlqyeshme. Bëj dua që ky libër të jetë shembulltyr për lexuesin shqiptar, ku mund të marrë shembullin e përkryer si model për jetën e tij. Bëj dua që vetdia e njerëzimit të ndryshojë, duke ndjekur shembullin e jetës së njeriut më të shquar që ka ecur mbi faqen e tokës. Të përkthesh një libër me një tematik të tillë, do të thotë të ndjesh, të jetosh dhe të përjetosh përjetimet, derisa ecën përkrah me të gjitha ndodhitë dhe rrëfimet që përshkruajnë jetën e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, njeriut më fisnik dhe më besnik të çdo vepre dhe amaneti njerëzor. Të përkthesh, po edhe të lexosh këtë libër, të jep mundësinë të përjetosh thellësisht jetën e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, që nga rrethanat e paralindjes. Të jep të kujtosh sikur të shohësh lindjen e tij të bekuar, vuajtjet dhe mundimet e nënës së tij, Emines, pikëllimin e saj të thellë për humbjen e Abdullahut, babait të fisnikut, paqja e Zotit qoftë mbi të,
Duke kaluar faqet e këtij libri, lexuesi zhytet dhe thellohet në periudhat e skamjes në shkretëtirat e gadishullit arabik, ku as dhe vet nuk gjenin kullosa, e as njerëzit ushqim. Të përjetosh mundimin e Halimes dhe gëzimin e saj pasi merr në gji foshnjën e bekuar, vërtet është lehtësim tejet emocional. Të ecësh për krah gjyshit Abdul Mutalib, e të kalosh në përqafimet dhe armiqësitë e xhaxhallarëve të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, është përjetim vete. Po edhe të përballesh në përnxehtësinë e plurit të shkretëtirës, në për luftrat dhe betejat e përgjakshme në teun e mprehtë të shpatave të armiqve të përbetuar, është përjetim që të nxe dhe të ngrin gjakun mes vargjeve. Të lexosh duke përjetuar përshkrimin e momenteve të shpalljes së fjalëve madhështore që akoma po i lexojmë dhe i kemi çdo ditë në duart tona, është emocioni përshkruar gëzimi. Burimi të vërtetës vërtet kur nuk shuhet, sepse është garantuar me fjalën madhështore të Allahut, i cili këtë e ka garantuar në ajet kuranor. Të lexosh duke kalëruar me shikim mbi devenet të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, teksa po hyn me modesti madhështore në Mekën e çliruar, të jep ndjesinë e krenarisë së jashtëzakonshme, e cila nuk gjen shembull tjetër në historinë njerëzore. Të përkthesh e të lexosh këtë libër, të jep edhe pikëllimin më të madh të përjetimit të ndarjes nga njeriu më i dashur, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pjesa e fundit të nxit rrëke lotësh nga përjetimi i dhimbjes për vdekjen e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Dhe kjo për mua si përkthyese, besoj edhe për lexuesin, do të jetë pjesa më e dhimbshme nga e cila edhe krahët nuk kanë fuqi ta largojnë librin, e muskujt nuk kanë forcë të shfletojnë faqet nga dhimbja e humbjes së tij. Këtu në këtë pjesë kuptojmë se nuk ka asnjë dhimbje e as pikëllim më të madh për këtë umet, se sa përjetimi i vdekjes së të dërguarit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i cili do të jetë i gjallë përgjithmonë në zemrat tona, në mësimet dhe traditën e tij profetike, sunetin e tij. Bëj dua që ky libër të gjej vend në zemrat e të gjithë lexuesve shqiptar, e jo vetëm të zërë vend në raftet dhe bibliotekat tona universitare, qytetare dhe familjare. Qofshi të gjithë ju lexues shqiptar të përfshirë në dritën e diturisë dhe të mbrojtur përgjithmonë nga terri i ignorancës. Allahu e ngrit këtë popull në derexhet më të larta të dijes dhe leximit. E lut Allahun e madhëruar që ky libër të bëhet sebeb që secili që do ta lexojë atë të bëj dua për mua, edhe atëherë kur kockat e mia të jenë të mbuluara me dheun e rënd, dhe lut që veprat e mira të më ndjekin edhe pas vdekjes sime. Profesoresh Gjyslime Zenuni, Jashari, Gostivar 2017-2018. Fjala e përkthyesit në gjuhën bosnjakishte. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderimet i takojnë Allahut të lartësuar, atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atij i mbështetemi nga e keqja e shpirtit dhe veprave tona. Atë që Allahu e udhëzon, askush nuk mund ta lajthit, e atë që ai e lën në lajthitje, askush nuk mund ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka Zot të vërtet përveç Allahut, i cili nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguari i tij. Para publikut të nderuar lexues, ndodhet përkthimi i veprës Hadhel Habib, Muhamedun Resulullah, autori së cilës është dietari i njohur Sheikh Ebu Bekër El Gjezairi, shumë vite ligjërues në xhaminë e të dërguarit në Medinë. Allahu e ruaj dhe i dhasht çdo të mirë në të dy botrat. Vepra kryesisht merret me jetëpërshkrimin, biografinë, detaj të jetës së të dërguarit të fundit të Allahut dhe të dashurit e të zgjedhurit të tij, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Mirëpo në disa pjesë të tij kalimthi kalon edhe në disa lëmi të tjera të shkencave dhe disiplinave islame. Ky libër është si rezultati i transkriptit të serialit të 79 ligjëratave, të cilat shehu, diku para 30 viteve, i ka mbajtur në xhaminë e pejgamberit. Seriali i ligjëratave ka mbaruar ditën e hënë, 22/1407 Hijri, gjithsesi 16 korrik 1987, dhe i të rigjendet edhe në audio format, i cili mund të gjendet në portalin e mirënjohur islam, islamway.net. Ligjëratat nga audio formati janë të shndërruara në formën e shkruar, pas së cilës është shtypur libri
publikimi të cilit, pas kontrollimit, e ka miratuar vetë shehu El Gjezairi. Libri në botën arabe ka përjetuar shumë ribotime dhe konsiderohet një nga veprat më të njohura nga lëmia jetë përshkrimit të dërguarit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, të cilin e ka shkruar një dietar bashkohor. Në këtë libër autori pjesërisht e bashkon, kombinon metodën tradicionale dhe moderne të shkruarit mbi këtë temë dhe krijon një stil personal, unik, të cilin më vonë do ta ndjekin edhe shumë autorë të tjerë. Domethënë vepra tradicionale të cilat e trajtojnë çështjen e jetë përshkrimit të dërguarit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, janë karakteristike sipas shënimeve detaje dhe të hollësishme të gjitha të dhënave, të cilat kanë çfarëdo lidhje me jetën e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, duke filluar nga gjendja në të cilën është ndodhur Arabia dhe banorët e saj para Islamit, deri në lindjen e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, profetësinë, hijretin dhe përmbylljen e misionit të tij pejgamberik, gjithsesi shpërnguljet e tij në ahiret. Këto vepra përgjithsisht janë shumë të gjëra, voluminoze dhe shumica janë krijuar në periudhën më të hershme islame dhe në to, pranë të besueshmëve, mund të gjenden edhe shumë transmetime të dobta, madje edhe të rrejshme, që nuk është e pazakont, duke pasur parasysh se qëllimi primar i autorit ka qenë përmbledhja dhe shënimi i ndodhive dhe transmetimeve, e jo klasifikimi dhe verifikimi i tyre. Lidhur me këtë, në fillim të Elfijes, Kasides me 1000 vargje me temë mbi jetë përshkrimin e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë Hafiz Iraku: kërkuesi i diturisë duhet mirë ta di, librat e sires, edhe Sahih, edhe Munker do t'i japin, biografët që përmblodhen kishin qëllim të përmendin, edhe pse disa transmetime nuk ishin të besueshme. Veprat e autorëve bashkohor të jetë përshkrimit të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, posaçërisht nga periudha e fundit e shekullit të hijretit, posa asaj që themelohen në burime të hershme, më së shpeshti janë shumë më koncize, më përmbledhëse krahasuar me librat e autorëve tradicional. Shumica e autorëve bashkohor janë argëtuar edhe me analizën e detajeve të shkallës së autenticitetit të transmetimeve, dhe shpesh i ndajnë dhe lexuesve u shpjegojnë urtësitë dhe mësimet nga ndodhitë e caktuara. Libri që keni para vetes përmban edhe elemente tradicionale, nga se Sheikh Gjezairi në shumë vende bukfalisht i citon fjalët e biografëve më të hershëm, por përmban edhe elemente bashkohore, sepse përmes analizës së pjesëve të cituara, lexuesve u ofron instruksione dhe udhëzime konkrete dhe mjeshtërisht, ashtu siç dinë vetëm dietarët të bëjnë, i vendos në kornizat e të sotmes, duke treguar në këtë mënyrë se jeta e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, burimi i pashtershëm i urtësive dhe dobive universale, e cila ummetit, po edhe të gjithë njerëzimit deri në ditën e gjykimit, mund t'u atrazojë rrugën drejt lumturisë dhe suksesit në të dyja botrat. Librin e karakterizon edhe vetë gjua e lehtë narrative, do me thënë stili predikues, me të cilin autori bën për vete zemrat e lexuesve. Duke pasur parasysh se këtij libri në botën arabe, akoma nuk i është bërë tahkik, gjithsesisht verifikimi ekspert, profesional, fillimisht i haditheve dhe transmetimeve, por edhe i informatave dhe ndodhive të përmendura me rishikim detaj mbi shkallën e besueshmërisë dhe autenticitetit të tyre, kanë vendosur që me qëllim lexuesve t'u lehtësojë leximin e kësaj vepre dhe largimin e çdo pasigurie eventuale, të shtojë një komentim të shkurtër të veprës dhe të bëjë verifikimin e shumicës së haditheve të përmendura. Andaj dua të tregoj, theksoj, atë se të gjitha sqarimet në fusnota dhe margjina janë vërejtje të përkthyesit. Pos diku 50 fusnota të shënuara me yll, të cilat tregojnë se janë vërejtje të autorit. Në disa vende është lëshuar përkthimi i disa fragmenteve të cilët gjenden në origjinal. Bëhet fjalë për vërejtje të autorëve, të cilat asesi nuk mund të ndërlidhen me konceptin e veprës së shkruar, ose ka pas të bëjë me digresion, largim nga tema, e cila shpeshherë është e pakalueshme gjatë ligjerimeve. Për shumicën e haditheve dhe transmetimeve të cilat autori i përmend, është shënuar vlerësim i shkurtër. Për këtë qëllim janë përmendur shprehjet me zinxhir të dobët të transmetimit, që shënohen si daif, do me thënë hadith i dobët, me zinxhir të mirë të transmetimit, që shënohen si hasen, do me thënë hadith i mirë dhe i pranuar, dhe me zinxhir të rregullt të transmetimit, që shënohen si sahih, do me thënë i besueshëm. Në disa vende ku kam konsideruar si të dobishme, më detajisht është shënuar vetëm vlerësimi i hadithit.
kryesisht e bazuar në mendimin e ekspertëve bashkëkohor sikurse Nasiruddin Albani, Abdulkader Arnauti dhe Shuaib Arnauti. Sa u përket haditheve që shënojnë Buhariu dhe Muslimi në sahihët e tyre, tek ato nuk është shënuar asnjë vlerësim, sepse përgjithsisht është e njohur që të gjitha hadithet që gjenden në këto dy përmbledhje janë të besueshëm. Të gjithë ngjarjet dhe transmetimet të cilat nuk kanë referenca, si dhe hadithet për të cilët nuk është shënuar vlerësimi, janë përmendur së paku në njërin nga 4 përmbledhjet kryesore të burimeve tradicionale të cilat Sheikh El Gjezairi ka përdorur, e ato janë si më poshtë. Ibn Hishami, Siretu Ibn Hisham, Kadi Jadi, Ibn Esiri, Ibn Kethiri. Përpos 4 veprave primare të theksuara, Sheikh El Gjezairi e ka përdorur edhe veprën Muhtesaru Sireti Resul, autor i së cilës është Muhammed bin Abdul Vehabi. Në vepër kryesisht janë përdorur masat matse të zakonshme për trojet tona, metri, kilometri e të tjerë, përpos në disa vende ku janë përdorur miljet. Autori nuk ka sqaruar se cilën masë ka përdorur për milje, e me që ekzistojnë së paku 3, 1.6 km, 1.8 km dhe 2 km, vendosëm që të mos ndërmarrim llogaritje në kilometra që të ikim gabimeve të mundshme. Emrat dhe termat arab kemi insistuar që lexuesit t'ia ofrojmë sa më afër. Andaj me rastin e transkriptit, në shumicën e rasteve, e kemi lënë pa shënuar nyen shquese el, i cili është i zakonshëm në gjuhën arabe, por në literaturën tonë shpesh nuk theksohet. Sidoqoftë në fund të librit e indeksi në formën latine, e kemi shënuar edhe formën arabe të secilit emër apo term arab, kështu që ai që e njeh gjuhën arabe do të gjejë dhe zbuloj lehtë shënimet burimor të nocioneve të caktuara. Në fund, i vetëdijshëm për fjalët e të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ai i cili nuk i falenderon njerëzit, nuk falenderon as Allahun. Dëshiroj që përzemërsisht dhe sinqerisht të falenderoj të gjithë ata që në çfarëdo mënyre, me mundin, sugjerimet dhe idetë e tyre kanë ndihmuar në përkthimin dhe botimin e këtij libri. Këtu fillimisht është Abdullah Muiç, iniciatori dhe ideatori i këtij projekti, i cili gjatë gjithë kohës ka treguar mirëkuptim maksimal për prolongimet e shpeshta të afateve, deri te të cilat libri komplet duhet të botohej. E falenderoj edhe profesor Muharrem Shtulanovićin, i cili edhe përkundër obligimeve të tij të shumta u pajtua me kënaqësi që të shkruaj parathënien e librit. Falenderim edhe ndaj recensentit sheriatik Dr. Safet Kuduzovićit, si edhe Haki Kanuriqit, të cilëve në shumë raste u jam drejtuar për ndihmë profesionale dhe ata se cilën herë me kënaqësi më jam përgjigjur. Falenderoj edhe Sead Kumrin, studentin e shkencave sheriatike në Universitetin Islamik në Medine, pronarin e të drejtave ekskluzive për shtypjen dhe botimin e të gjitha veprave. Të gjitha falenderimet dhe urimet për lektoren Aida Megjedović, e cila disa herë i është kthyer kontrollimit dhe ka korrektuar gabimet e dukshme gramatikore, drejtshkrimore dhe lëshimet dhe gabimet e tjera. I falenderoj edhe redaktorët, profesorët Abdulvaris Ribo dhe Abdurrahman Koduzović, të cilët disa herë më kanë këshilluar për lëshimet dhe neglizhimet në përkthim. Falenderimi sinqert shpreh edhe ndaj doktorit të nderuar Nezir Halilović, referentit për edukimin fetar në arsimet fetare, në shërbimin e risajetit të Bashkësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, i cili me dëshirë pranoi që të merrte pjesë në këtë projekt, si edhe të shkruaj parathënie që mua, si mësues të fesë, posaçërisht më ka gëzuar. Falenderoj edhe shkrimtarin ton të shuar Isnam Taliqin, i cili me propozimin e tij të mrekullueshëm na ka ndihmuar në definimet përfundimtare të titullit të këtij studimi të gjerë, lidhur me personalitetin dhe veprën e të dërguarit të fundit të Allahut. Falenderim i kam borxh edhe Sumeja Gjuriqit, e cila e ka ndjekur rrjedhën e projektit me propozimet dhe këshillat e saja, dhe që gjithashtu ka kontribuar që libri që keni para vetes të dalë si botim më i plot dhe më kualitativ. Falenderim të posaçëm shpreh edhe për redaktorin ton Dervish Thaçin, i cili në këtë libër ka investuar shumë kohë dhe mund dhe i cili është më meritor për dizajnin profesional të librit, si dhe për indekset, të cilat pa ndihmën e tij profesionale dhe këshillave të arta, vetë nuk do të mundesha që t'i realizoja.
Falënderim të posaçëm i kushtoj edhe bashkëshortes sime të nderuar dhe fëmijëve të mi, të cilëve për shkak të punës, në përkthimin dhe komentimin e këtij libri, edhe në ditët e pushimit shpesh ua kam shkurtuar kënaqësinë e momenteve të arktimit të përbashkët, dhe ata të gjithë këtë me durime kanë mirëkuptuar. Elus Allahun e lartësuar që mua dhe të gjithë atyre që kanë punuar në këtë libër, të na e pranoj këtë punë dhe këtë mund. Elus të lartë madhëruarin që këtë libër ta bëj mësim të cilin edhe gjeneratat e sotme, edhe të mëvonshme të muslimanëve në trojet tona, do ta lexojnë me plot dëshirë dhe prej saj të marrin mësime dhe praktikisht t'i implementojnë në jetët e tyre dhe në këtë mënyrë të përmirësojnë gjendjen e tyre, por edhe gjendjen e botës përreth tyre. Elusi i dashuri i tij, të cilit ky libër i është kushtuar, të jetë shembull në çdo gjë dhe të na ringjall bashkë me të në shoqërinë e pejgamberëve, shehidëve dhe robërve të tij të mirë. Dhe duaja jone e fundit është: falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Admir Durmiq, 28/10/2014. Parathonje. Në emër të Allahut, mëshirëplotit, të gjithë mëshirshmit. Falënderimi qoftë Allahut, Zotit të botrave, dhe salavatet e selamet qofshin për të zgjedhurin dhe të dashurin e tij Muhammedin, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin në të mirë deri në ditën e Kiametit. Kur Admir Durmiqi, përkthyesi i veprës Hadhel Habib, njeriu që duhet dashur Muhamedi alayhis salam, biografia e të dërguarit të autorit Ebu Bekër el Gjezairi, më ofroi ta kontrolloj përkthimin e tij, me kënaqësi kam pranuar sepse bëhet fjalë për një vepër dhe përkthim reprezentativ, por edhe nga arsye emotive, sepse përkthyesi është një nga studentët tanë të shquar nga gjenerata e parë atëhershme e Akademisë Pedagogjike Islame në Bihak, i cili pas mbarimit të vitit të parë të studimeve shkon në Medine, në qytetin e të dërguarit alayhis salam, ku e përsos gjuhën arabe, mbaron studimet islame, kthehet dhe me plot entuziazëm punsohet në qytetin tonë të përbashkët në Velika Kladush, ku dikur kur sapo i kisha mbaruar studimet dhe sapo isha kthyer, gjyshi i tij nga ana e anës, imami i njohur i vendit, Imam Sulejman Kajtezoviqi, Allahu e mëshiroft, e fal dhe e shpërbleft, thjesht ma liroi dhe ma siguroi vendin e parë të punës së imamit në xhamatin e Tërnovës, ashtu që me vetë dëshirë u tërhoq në pension, dhe mua ma lëshoi mihrabin dhe vendin e imamit në xhamatin e tij të atëhershëm. Njeriu që duhet dashur është vepër e rëndësishme e autorit bashkohor i cili në këtë lëmi e plotson bibliotekën islame në gjuhën bosnjake, të formuar me përkthime kapitale të veprave nga lëmi të ndryshme dhe në disa përkthime ku edhe vetë ka marrë pjesë, si për shembull nga tefsiri, hadithi, fiku dhe lëmi të tjera islame. Andaj e kam ndjerë të posaçme që bile edhe në këtë mënyrë të marrë pjesë në këtë projekt. Njëherit është detyre imja, duke gjykuar sipas të gjithave, i privilegjuar sepse kam pas obligim nga qasja hyjnore që të jap një këndvështrim pas thënie, rishikimin e fundit të përkthimit tërësor dhe versionit final para botimit, e jo vetëm të bëj recensionin klasik pasi më është dorëzuar versioni final, i gatshëm për botim. Jetë përshkrimi të dërguarit të Allahut, si i këtij, ashtu dhe autorëve të tjerë, nuk është vetëm vepër historike, por shumë më tepër. Ajo është argument i shkruar, praktik, inovativ, i qasjes shkencore i historiografisë, e cila përmes metodës së sendit ose verifikimit dhe qasjes kritike të identitetit të transmetuesit dhe vërtetësisë së lajmit, të cilët shënohen në kulturën historike të mbajturit mend, ofron shembull objektiv të qasjes shkencore, të cilën duke rinovuar dhe dietarët islam kanë dhuruar historiografisë njerëzore dhe me këtë kanë themeluar disiplinë të re shkencore, e cila dallohet me mjete dhe metodologji të pakalueshme shkencore, dhe e cila historinë deri tanishme të transmetimit, tregimit, miteve, legjendave, gënjeshtrave, glorifikimeve, në të cilat nuk ka mundur të ndahet e vërteta nga e pavërteta, pra nga gënjeshtra, e ka transformuar në disiplinë të re shkencore të shkencave historike, dhe me përdorimin e metodat shkencore precize të shënimeve, verifikimeve, klasifikimeve dhe vlerësimeve të transmetuesve, si dhe lajmeve që transmetojnë. Janë shënuar enciklopedi për tregimtarët dhe transmetuesit e lajmeve.
Sa ishte e rëndësishme kjo, jo vetëm për muslimanët dhe islamin, por edhe për gjithë njerëzimin dhe kulturën e tyre të kujtimeve, e vërteton fakti se në këtë mënyrë, me metodë shkencore, së pari në mënyrë autentike ruhet shpallja e fundit e Zotit, mandej edhe lajmet dhe transmetimet ose hadithet e të dërguarit e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e mandej historia islame, e cila në këtë mënyrë është bërë shkencërisht e besueshme, gjithësisht e ka tejkaluar vërtetësinë shkencore, vlerësimin dhe valorizmin, e cila paraqet inovim shkencor të muslimanëve që ja kanë dhuruar trashëgimisë botërore, kulturore, historike. Nëse dim që këto metodologji precize të verifikuara dhe me mënyrë të pranuar shkencore nuk kanë ekzistuar para islamit, atëherë me keqardhje mund të konstatojmë se kjo ka paraqitur një mungesë të madhe për autenticitetin dhe besueshmërinë e lajmeve dhe kulturën historike të kujtimeve, të memorjes së popujve para islamik, para së gjithash popujve që kanë qenë pasues të burimeve hyjnore të shpallura të religioneve monoteiste, nga se sipas kritereve të vërtetuara shkencërisht dhe metodës shkencore nuk posedojnë shpalljen autentike dhe burimore, po as dhe atë që neve na është më e afërt, por ajo është, siç mund të gjendet në parathënien e librave të tyre hyjnor, vepër e shumë duarve, e cila është shtuar me kalimin e shekujve. E kjo me ngathtësi është arsyetuar me kategori të dyshuara të hyjnisë, inspirimit dhe atë të gjithë atyre që në të kanë marrë pjesë, kështu që autorët e shkrimeve hyjnore kanë qenë njerëzit që kanë qenë të inspiruar me shkatësitë, diturinë dhe të kuptuarit e tyre, të cilët kanë shkruar veprën e tyre, e cila njëkohësisht do të jetë edhe vepër hyjnore. Kështu është dukur autorësia e perëndisë së teksteve hyjnore para islamit, si dhe autenticiteti i shpalljeve të tyre, kurse kanë mbetur gjithë autorët e ungjive të cilët gjithë veprat, e jo shpalljen e Zotit, i kanë shkruar vite pas ngritjes së Isait. Pos kësaj Marku nuk ka qenë apostull, kurse Lukas ka qenë as nxënës i tij, siç mund të shihet në shpjegimet e teologëve të tyre. Përkthyesi i veprës njeriu që duhet dashur që e kemi para vetes, ka përdorur metodën e verifikimit, vlerësimit dhe klasifikimit të dhënave dhe transmetimeve të kësaj vepre, që është paraqitje e shpesht në botimet arabe, por jo edhe në originalitetin e këtij libri që njëkohësisht paraqet vlerë dhe kontribut i përkthyesit dhe përkthimit në gjuhën bosnjakishte. Ndërsa me shtimin e indeksit në fund dhe recitaleve jashtëzakonisht të vështira të poezisë arabe, zbulon një dashuri të jashtëzakonshme të përkthyesit në vetë punimin e tij, si dhe energjinë e rrallë dhe entuziazmin që personalisht t'i kontribuoj këtij projekti, jo vetëm me përkthimin, por edhe me insistimin që edhe ta pasuroj kuptimin përmbajtësor. Gjersa në të njëjtën kohë në këto aktivitete nuk zbulohen dhe nuk shihen në shikim të parë të gjitha vështirësitë, koha e harxuar, energjia dhe mundi i madh që të realizohet, e që përkthyesi patjetër është dashur të harxojë dhe durojë, sepse gjithë këtë në mënyrë stilistike kështu bukur e ka realizuar që lexuesin të mos e largojë nga libri. Pas një rishikimi tërësor të përkthimit dhe realizimit të këtij punimi me njohjen personale të përkthyesit, si dhe përkushtimin dhe zellin e tij, mundem që vetëm të uroj që puna e tij kaq e përkushtuar dhe sistematike në të ardhmen vetëm të vazhdohet në dobi të islamit dhe të muslimanëve të trojeve tona. Ndërsa këtë vepër, sinqerisht ua preferoj të gjithë të dashurve në Siren, jetë përshkrimin biografin e të dërguarit e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e cila zakonisht lexohet me një frym. E posaçërisht, ua preferoj atyre që arsimohen në shkollat dhe institucionet fetare për shkak të vlerës metodologjike dhe përmbajtësore të përkthimit, i cili është shtuar qasjes tradicionale, klasike, por edhe bashkohore të autorit të kësaj vepre. Profesor Dr. Muharrem Shtulanović, 3/2/2014. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi qoftë Allahut, Zotit të botrave, dhe salavatet dhe selamet qofshin për të zgjedhurin dhe të dashurin e tij Muhammedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik, dhe mbi të gjithë ata që ndjekin në të mirë deri në ditën e gjykimit. Ky është seria e studimeve dhe eseve lidhur me jetëshkrimin e të dashurit Muhammedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, për të cilin një numër i vëllezërve musliman kanë shprehur dëshirën që të tubohen dhe të mblidhen me qëllim që me lloj-llojshmërinë e tyre të bëhen shtesë e librit tim Minjahul Muslim, në të cilin janë tematikisht përpunuar themelet e fesë islame si dhe degët e tij
me atë që aty nuk kam prekur jetë shkrimin shembullor të pejgamberit të preferuar Muhamedit. Andaj, duke dashur që t'i plotësoj prirjet dhe dëshirat e tyre, e kam shkruar këtë libër dhe e kam emërtuar Hadhel Habib, Muhammedun Resulullah ja Muhib. Duke pasur parasysh se përmbajtja e gjithë asaj që është përmbledhur dhe shkruar mbi temën e jetëshkrimit të pejgamberit, paqja e Zotit qoftë mbi të, është shumë i gjerë, me dëshirë që t'u ik përsëritjeve të panevojshme, fjalëve të tepërta ose edhe shkurtësinë e tepruar, me ndihmën e Allahut do të rrekem drejt metodës e cila në këtë rast është më e mirë dhe më e përshtatur, metodës së thjeshtësisë, gjithëpërfshirjes dhe qartësisë, e përcjell me klasifikimin logjik të temave dhe kapitujve, si dhe me bukurinë e detajeve dhe hollësive. Me gjithë këtë, pas shumicës së tërësive tematike, do t'u kthehen përfundimeve, mësimeve dhe mesazheve më të rëndësishme. Pra libri që gjendet para jush paraqet studimin e lidhur me besimin islam dhe dashurinë e sinqert ndaj të dërguarit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ajo është temë, histori që familjet muslimane duhet ta lexojnë, që mes antarëve të shtohet dashuria ndaj të dashurit të Allahut, Muhamedit alayhi salam, por edhe duke treguar se cili është shembulli i vërtet, të ndriçohet rruga drejt udhëzimit të vërtet në çdo pikpamje, qoftë të bëhet fjalë për aspektin fetar, shoqëror apo politik të jetës. Për shkak të gjithë asaj që kemi thënë më lart, i thëras antarët e familjeve muslimane që rregullisht të tubohen rreth këtij libri, që të ndajnë së paku një orë, qoftë ditën ose natën, dhe të lexojnë 1 ose 2 kapituj në varësi të gjatësisë së seksionit të librit. Mandej le të ndalen dhe të mendojnë për mësimet dhe mesazhet e të lexuarës, dhe e gjithë kjo me qëllim të forcimit të besimit të tyre, zgjerimit të njohurive dhe përsosmërisë së moralit. Kurse dobia më e madhe do të jetë ajo që do ta dashurojë të dërguarin e tij, paqja e Zotit qoftë mbi të, si dhe antarët e familjes së tij të ndershme dhe sahabët e tij shembullor, kënaqësia e Allahut qoftë mbi ta. Allahu i imi lartësuar, të lutem që mundin që kam investuar në këtë libër ta shënosh në veprat e mia të mira, ta bësh të sinqert dhe vetëm për arritjen e kënaqësisë tënde. Të lutem që kjo vepër të bëhet furnizim i imi për në ahiret, por edhe furnizim për çdo njërin që do ta lexojë sinqerisht, duke shpresuar fort dhe duke dëshiruar që ta shtojë dashurinë e tij ndaj të dërguarit tënd, alayhi salam, dhe ta arrijë shefatin e tij, që nga zjarri të shpëtojë, që robërve të tu të mirë në shkallë të larta të ahiretit të shoqërohet dhe që në shoqërinë më të lartëve të gjendet. Ty të lutem, Zoti im i madhëruar dhe fisnik. I pastër e i lartë është Zoti yt, Zoti i gjithfuqishëm nga ajo që ata i përshkruajnë. Çdo e mirë qoftë ndaj të dërguarve, dhe falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të gjithësisë. Es-Safat 180-182. Pjesa e parë. Periudha para islamike. Kapitulli 1. Toka e profecisë. Në këmbët e masivit malor paran, në luginën e nderuar, në tokën e bekuar në të cilën është ngritur Qabeja, tempulli i parë i njerëzve, banorët e Mekës së nderuar me krenari dhe lavdi, si dhe me vendin i cili është ndriçuar me dritën e shpalljes. Në këtë qytet të ndershëm, u lindi pari dhe udhëheqësi i njerëzimit, po edhe i gjithë botrave të tjera, pra në Hijaz, i cili para fundit të botës do të jetë strehë e besimit, më saktësisht në Mekën e nderuar, bukuritë dhe vlerat e së cilës nuk mundem t'i përshkruaj. Aty u paraqit i dërguari i fundit, për të cilin me ndihmën e Allahut do të flasim hollësisht. Prejardhja fisnike. Ibrahimi së bashku me djalin e vëllait, Lutin, të birin e Haranit, paqja dhe shpëtimi qoftë mbi ta dhe mbi familjet e tyre, e ka lëshuar kryeqendrën e mosbesimit dhe tiranisë në të cilën paraprakisht kishte qëndruar, tokën e idhujtarisë në të cilën njerëzve u është bërë padrejtësi dhe dhunë. Së pari ishte drejtuar për në Sham, të cilin Allahu e kishte bekuar, e mandej ishte nisur për në Egjipt, duke bartë me vete mesazhin e tauhidit, monoteizmin e pastër dhe të pandotur. Bashkëshortja e tij, Sara, kishte pranuar një dhuratë të posaçme dhe me vlerë, robëreshën Haxhere, egjiptianen, e cila do të bëhet paraardhse, stërgjyshe e të gjithë pjesëtarëve të fisit të shquar Adnan. Sara ishte shumë fisnike dhe grua dordhënse, andaj robëreshën e saj adhuroi Ibrahimit alayhi salam, ndërsa ajo pas një kohe ngeli shtatzën dhe lindi djalin Ismail, kurse Allahu i lartësuar bën çka do dhe ai çdo gjë paraprakisht e ka caktuar. Sarës papritur shtëpia ju ngushtua.
I vinte rënd që robëresha e saj ngeli shtatzën dhe lindi djalin e mrekullueshëm, ndërsa ajo për këtë nuk pati mundësi. Pasi që Allahu ja lejoi Ibrahimi alayhi salam me robëreshën Haxhere, nënën e të birit të sapo lindur, fshehurazi e lëshon vendqëndrimin e deri atëhershëm dhe që kalimi i tyre të kaloi pa vënë re, Haxheria pas vetes i fshinte gjurmët e këmbëve të saj. Ibrahimi alayhi salam e vendosi Haxherën dhe foshën e tyre në një dru të lartë, duke u lënë pak ushqim dhe ujë, mandej u largua nga kishte ardhur. Haxheria e befasuar dhe në habitje e shikoi, e habitur në thag më pyeti: "Kujt po na leo Ibrahim?" Dhe pyetja në shoqëroi me fjalët: "Apo Allahu të urdhëron që të veprosh kështu?" Ibrahimi alayhi salam i zgjedhur dhe i mëshirshëm u përgjigj: "Po, Allahu kështu më ka urdhëruar." Pas këtyre fjalëve, Haxheria e kënaqur dhe e qetësuar tha: "Atëherë shko, Allahu me siguri nuk do të na lër vetëm." Dhe ashtu ndodhi. Ibrahimi alayhi salam u nis drejt Shamit, e pasi u largua paksa, kur Haxheria nuk mund ta shihte më, u kthye drejt vendit në të cilin më vonë do të ndërtohet xhabeja dhe i shqiptoi fjalët që Kurani i ka shënuar: "Zoti ynë, unë një pjesë të familjes sime vendosa në një lugin ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë, i vendosa aty që ta fali namazin. Pra, bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata dhe, për të falenderuar me mirënjohje, furnizoi ata me fruta." Ibrahim 37. Vëllezër dhe motra të nderuara, t'i bashkangjitemi paksa Haxheres në mendime, madje për një çast, në mënyrë që të ndjejmë vetminë e saj dhe që nga sjellja dhe qëndrimi i saj të cilin e mori në ato momente të marrim mësimin më të mirë. Ajo në një mënyrë është gjaku dhe familja jon, burimi, lavdis dhe krenarisë son, sepse ajo është nëna e Ismailit alayhi salam, njërit prej të parëve të parit të gjithë botrave, Muhamedit alayhi salam, i zgjedhuri dhe i dashuri i Allahut. Qoftë mbi të salavati dhe selami më i bukur. Haxhereja ishte një grua besimtare, e kishte lëshuar shtëpinë që të mos i bënte shqetësime bamirëses së saj, Sarës, vajzës së Haranit, xhaxhait e Ibrahimit, besimtares së parë dhe bashkëshortes së Ibrahimit. Haxheria fort mirë e dinte se për shkak të rrethanave të lartë përmendura, ajo ishte bërë xheloze, andaj me plot dëshirë u pajtua që të shpërngulej në një vend të huaj me qëllim që pronarja e saj të mos ndihej keq nga shkaku i saj. Me të vërtetë është i çuditshëm dhe i mrekullueshëm ky shembull i kësaj egjiptianeje të ndershme. Pyesim pse sot konkubinat e sotme të mos marrin shembullin e saj. Nga ky shembull, edhe meshkujt mund të mësojnë shumë çka, si për shembull si t'i japin përparësi dikujt tjetër në arritjen e ndonjë fitimi, kurse në të njëjtën kohë duke duruar shqetësime të caktuara që të kënaqet vëllai musliman. Të larta janë cilësitë e besimtarëve të vërtet. Kjo, me të vërtet, ndodhia me Haxheren është mësim i madh, por jo edhe i vetmi. Mësimi i dytë dhe më shumë rëndësi nga kjo ngjarje shihet në këtë. Haxheria mbetet e vetme në luginën e shkretë dhe jo pjellore, pa njeri në afërsi. Ndjente frikë dhe nuk e fshehte pikëllimin dhe brengosjen e saj. Prandaj edhe kishte pyetur Ibrahimin alayhi salam: "Kujt po na lë?" Mirë po, pasi kishte dëgjuar përgjigjen e Ibrahimit dhe kishte kuptuar se Allahu ashtu e kishte urdhëruar të veproj, atëherë imani i saj del në pa. Bëhet e qartë se imani i saj ishte në një shkallë shumë të lartë dhe se e kalonte imanin e të gjitha grave të asaj kohe. Besimin e saj e dëshmoi me fjalët që ja drejtoi Ibrahimit alayhi salam: "Atëherë shko, Allahu me siguri nuk do të na lër vetëm." Ky, vëllezër dhe motra të dashura, është imani që ne dëshirojmë të kemi dhe i cili të gjithëve do të duhet të na stolis, zbukuroj. Ky është shembulli i mbështetjes së vërtet në Allahun, e cila me të drejtë është fryt i ëmbël i besimit islam, sepse imani, i cili te njeriu nuk prodhon tevekul, mbështetje në Allahun, është i gjymt, i dobët dhe jo i plot. Andaj të mundohemi të ndjellim dhe në vetvete të zgjojmë imanin e vërtet dhe të plot, imanin i cili do të jetë shkak i devotshmërisë son të lartë, i dashurisë së sinqertë dhe mbështetjes së fortë në Allahun. Në transmetime të besueshme, theksohet se Haxhereja, pasi që e kishte harxhuar ujin dhe pasi që ajo dhe djali i saj Ismail ishin të etur, kishte filluar të este rreth e përqark për të gjetur ujë. Ishte e tronditur dhe e friksuar, ndërsa stomaku i dhemte nga brenga dhe pikëllimi për të birin.
të cilin e shikonte se si nga etja lëviste dhe lakohej. Kontrolloi përreth dhe vuri re se kodrina më e afërt ishte kodrina Safa. Shkoi deri tek ajo kodrinë dhe u ngjit në të, vështroi djathtas dhe majtas, por askund nuk vuri re ujë e as që pa njëri të gjallë. Mandej shikoi përpara dhe vuri re se kodrina më e afërt ishte kodrina Merva, ndaj zbriti nga Safa dhe u drejtua drejt Mervas. U lëshua në rrafshin dhe me vrap shpejtoi nëpër të, derisa arriti në kodrinën Merva në të cilën dhe u ngjit. Sërish shikoi djathtas dhe majtas, por nuk pa asgjë nga ajo që kërkonte. Pastaj zbriti nga Merva dhe u kthye sërish në Safa. Kështu duke kërkuar ujë për veten dhe për fëmijën e saj, hapat e saj të përshpejtuar në mes këtyre dy kodrinave i përsëriti deri në 7 herë. Në një çast, derisa ishte në njërin nga këto dy kodrina, dëgjoi një zë të çuditshëm dhe i shqetësuar dhe me dëshirë që të gjente shpëtim, tha: "A e dëgjon njeri klithjen time? A e dëgjon klithjen time? A ka dikush të më ndihmoj?" Atëherë shikoi drejt voglushin e saj, të cilin e kishte lënë në hijen e drurit, dhe vuri re që një njeri qëndronte pranë kokës së tij. Ajo u afrua dhe pa që fëmia me thembrat e tij e kishte gërmuar tokën. Së shpejti aty u paraqit një burim nga i cili rrithte ujë me vrull. Mundemi të paramendojmë se sa shumë ishte gëzuar Haxhereja kur e ngopi të birin e saj të vogël. Meqense uji nga burimi rrithte me vrull, Haxhereja u mundua që ta vente nën kontroll, ndaj duke hedhur përreth tokë dhe gur, u mundua që të bënte diçka si korik, sepse kishte frikë se uji do të shpërndahej nëpër tokë dhe do të thahej. Sikur ta kishte lënë ujin që të rrithte, sikur kishte buruar nga toka dhe sikur të mos kishte përdorur gur dhe tokë që ta furnizonte, ai do të ishte burimi i ujit të rrjedhshëm, sikur që për këtë na ka lajmëruar pasardhësi i saj fisnik, Muhamedi, më i zgjedhuri nga të gjithë të dërguarit dhe prisi i të gjithë botrave, salavatet dhe selamet më të mira qofshin mbi të. Fryti i rrëfimit. Ky rrëfim është shumë fish me vlerë dhe i dobishëm. Sidoqoftë, veçojmë atë që për besimtarët është më e preferuar për shpirtrat e tyre dhe më e dashur, e ajo është tevekuli, mbështetja e vërtet në Allahun e madhëruar dhe dorëzimi i çështjes son vetëm atij, të madhëruarit. Ju kujtohet lexues të dashur, çka e pyeti Haxhereja Ibrahimin alayhis salam? E pyeti: "Kujt po na lë o Ibrahim?" Allahu të urdhëroi që të veprosh kështu? Kurse ai u përgjigj duke pohuar. Atëherë me besim të plot dhe qetësi i tha: "Atëherë shko. Allahu me siguri nuk do të na humb." Pra Haxhereja ishte mbështetur fort në Zotin ton dhe të saj dhe për të madhëruarin kishte mendimin më të mirë. Në qoftë se e dim këtë, atëherë kemi të qartë se burimi i Zemzemit realisht ishte fryti i mbështetjes së saj të plot në Allahun dhe mendimit të mirë për të. Themelimi i Mekës. Pasi që Allahu i madhëruar Haxheres dhe birit të saj Ismailit i kishte shprehur ndere me atë që ua kishte dhuruar Zemzemin, jo shumë larg tyre, në rrafshinën e Mekës, kishte kaluar një grup njerëzish nga fisi Xhurhum. Dërguar ca njerëz nga grupi i tyre me detyrim që të gjenin ujë, kurse kërkuesi i tyre vuri re zogj të cilët silleshin në qiell dhe menjëherë kuptoi se aty pari mund të kishte edhe ujë. Ai shkoi deri te vendi mbi të cilin silleshin zogjt dhe aty pranë burimit Zemzem e takoi Haxherën dhe të birin e saj Ismailin. Kërkuesi u kthye dhe e lajmëroi shoqërinë e tij për atë që kishte parë dhe që të gjithë së bashku u nisën drejt burimit. Kur ju afruan, nga Haxhereja kërkuan leje që ta përdornin burimin, gjë që ajo e lejoi, me kusht që burimi të mbetej në pronësi të saj. Ata e pranuan këtë kusht dhe u vendosën përreth burimit. Ky ishte fillimi i banimit të këtij vendi dhe themelimi të Mekës si qytet në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Mësim. Duke përmendur këtë ngjarje, nuk mundemi pa mos pyetur se ku janë sot ata llafazan që sot me zë flasin për demokracinë dhe therrasin në barazi shoqërore dhe sociale. Përderisa i krahasojmë ata dhe gjendjen faktike në terren, lidhur me atë në të cilën gjoja ata therrasin me këtë ngjarje historike, i cili është vërtetuar me shpalljen qellore, do të shohim se sloganet e tyre janë vetëm gënjeshtra dhe mashtrime, dhe se ata në këtë lëmi nuk kanë kurrfar suksesi. Të mendojmë paksa lidhur me këtë. Një grua e huaj, për herë të parë vjen në një vend plotësisht të panjohur në shkretëtir dhe për një herë bëhet pronare e burimit, ndërsa vendasit prej saj kërkojnë leje që të përdorin ujin e burimit të saj. Pra një grup i madh i njerëzve, burra dhe gra me edukat,
Kërkojnë leje nga Haxhereja që të vendose në afërsi të saj, ndërsa ajo, edhe pse mezi priste të gjente shoqëri, pajtimin e saj e kushtëzoi me atë që burimi të mos kalonte në pronësinë e tyre, në çka ata u pajtuan. Një sjellje e këtill, e bukur, shëmbullore dhe fisnike, ishte cilësia e arabëve, madje edhe në kohën e xahilijetit, pa anësisë dhe mosbesimit. Andaj, çka mendoni se si janë sjell pasi që e patën pranuar Islamin? Fatkeqësisht, trysnia të cilën e përbëjnë zjarrputistët, hebrejnë dhe të krishterët, shpesh me kurthet e tyre, kanë arritur të mashtrojnë dhe t'i largojnë nga kjo sjellje shëmbullore. Ndërtimi i Mekës. Ashtu siç është përmendur edhe më herët, në rrafshinën e Mekës së pari ka filluar të jetonte Haxhereja me të birin, Ismailin, mandej edhe grupi i pjesëtarëve të fisit Xhurhum. Babai dhe biri shëmbullor. Ibrahimi a.s. u kthye në Mekë pas shumë vitesh me qëllim që të vizitonte të birin e tij, Ismailin dhe Haxherën, të ëmën e birit të tij të parë. Ismaili ndërkohë ishte rritur dhe ishte i gatshëm që të punonte dhe të tregtonte, ruante baktinë e imët dhe gjuante gazelat e shkretëtirës dhe zogjë të lloj-llojshëm. Zoti i madhëruar, mëshiruesi, mëshirbërësi, i cili jep mirësi të shumta, atëherë Ibrahimit përmes ëndrrës i shpalli që të therte birin Ismailin dhe t'ia sakrifikonte Allahut si kurban. Ibrahimi a.s. u këshillua lidhur me këtë me të birin, për të cilën na ka lajmëruar i madhëruari në Kur'an. O djali im, unë kam parë, jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti? Ismaili ju përgjigj duke thënë. Ai i tha: O baba im, punoja atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej të durueshmëve. Es-Safat 102. Duke dashur që të realizonte urdhrin e Allahut, të sakrifikonte të birin Ismailin, Ibrahimi a.s. me të birin niset për në Mina, pasi që arritën, e vendosi me fytyrë në tokë, duke mbajtur në duar një thikë të madhe. Për një çast, para se të realizonte qëllimin e tij, Zoti i tij ju drejtua me fjalët: O Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrrën. Es-Safat 104-105. Dhe e shpërbleu me një kurban të madh, gjithësisht me një dash. Kështu Ismaili u kursye, kurse Ibrahimi a.s. si sakrificë për Allahun e theri dashin, pas së cilës që të dy, bab e bir, u shkarkuan dhe u liruan nga brenga. Mësimi. Durimin e madh që tregoi Haxhereja pas urdhrit që i biri i saj të sakrifikohej, si dhe durimi i Ismailit, i cili duhej të sakrifikohej, janë dëshmuesit më të mirë të mirësisë dhe ndershmërisë së kësaj nëne dhe të birit të saj. Prandaj pikërisht këta të dy janë zgjedhur që të jenë paraardhës dhe prijës të gjithë pejgamberëve, të dashurit dhe të nderuarit Muhammedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Domethënë, nëse palca dhe rrënja e diçkaje janë të shëndosha dhe kualitative, atëherë të shëndosha dhe kualitative do të jenë edhe degët e saj, sepse ata mbijnë, rriten dhe zhvillohen nga baza, gjithësisht nga rrënja. Ibrahimi a.s. për herë të dytë kthehet në Mekë me qëllim që të vizitonte bashkëshorten dhe të birin. Haxhereja në atë kohë atëherë më nuk ishte në mesin e të gjallëve, kurse Ismaili a.s. ishte martuar me një grua nga fisi Xhurhum, pjesëtarët e të cilit jetonin në fqinjësi të tij. Kur kishte ardhur në Mekë, Ibrahimi a.s. hyri te reja e tij, bashkëshortja e Ismailit a.s. dhe e pyeti se ku ishte Ismaili, kurse ajo ishte përgjigjur që kishte shkuar për të gjuajtur. E kishte pyetur për gjendjen e tyre dhe marrëdhëniet mes saj dhe bashkëshortit të saj, kurse ajo nuk ju lavdërua fort dhe burri nuk e përmendi për të mirë. Atëherë ai i tha që të dërgonte selam bashkëshortit dhe i la porosinë që ta ndërronte pragun e shtëpisë. Ismaili a.s. u kthye nga gjuetia, kurse ajo i rrëfeu se çka kishte ndodhur dhe ja transmetoi porosinë e Ibrahimit. Ai atëherë tha: Ai ka qenë baba im, më ka porositur që të shkurërzoj, andaj shko te familja jote. Pas një kohe të caktuar, Ibrahimi a.s. vendosi që sërish të vizitonte të birin, prandaj shkoi në Mekë. Pasi që arriti, e gjeti shtëpinë e Ismailit dhe hyri në të. Dha selam dhe pyeti për Ismailin, i cili edhe kësaj radhe nuk ishte në shtëpi. Bashkëshorten e tij atëherë pyeti për gjendjen e tyre dhe marrëdhëniet mes tyre, kurse ajo për gjithçka
tha fjalë miradije dhe lavdëroi Ismailin. Atëherë Ibrahimi a.s. e porositi: "Kur të kthehet bashkëshorti, bëj selam dhe porosite që edhe më mirë ta përforcoj pragun e shtëpisë." Mandej u kthye në Sham. Kaloi një kohë që Ibrahimi a.s. përsëri vendosi të vizitonte të birin. Erdhi në Mekë dhe takoi Ismailin në një dru të madh, i cili gjendej në afërsi të Zemzemit, bënte shigjeta për harkun e tij. Kur e pa, Ismaili u ngrit dhe u përqafuan siç përqafohen babë e birë që moti nuk ishin parë. Ibrahimi a.s. tha: "O Ismail, Allahu i madhëruar më ka urdhëruar që të bëj diçka." Kurse Ismaili ja ktheu: "Vepro atë që të ka urdhëruar Zoti yt." Ibrahimi a.s. atëherë pyeti se a do t'i ndihmonte edhe ai që të kryenin urdhrin e Allahut, kurse Ismaili pohoi pa diskutim. Në këtë Ibrahimi a.s. tha: "Allahu i madhëruar më ka porositur që këtu, në këtë vend, të ngret tempull, dhe tregoi në drejtim të një kodrine të vogël e cila ngrihej në afërsi." Rezultate dhe mësime. Babai duhet të bëjë llogari për familjen e të birit, ashtu që kohë pas kohe duhet i vizitojë dhe të njoftohet me gjendjen dhe situatën e tyre. Mendje mprehtësia dhe intuita e disa njerëzve mund të jenë shumë të shfaqura, ndaj, varësisht nga rastet, sipas atyre intuitave edhe duhet vepruar. Ibrahimi a.s. duke dëgjuar se si bashkëshortja e Ismailit ankohej për bashkëshortin e saj, përfundoi se ajo ishte jo e përshtatur dhe e denjë për të, ndërsa Ismaili e dëgjoi këshillën e të Adit dhe u shkurorzua prej saj. Është e lejuar që gjatë bisedës të përdoren aluzionet dhe kuptimet figurative. Këtë e përfundojmë nga veprimi i Ibrahimit a.s., i cili bashkëshortën e të birit e emërtoi si pragu i shtëpisë. Përqafimi në mes babait dhe të birit është veprim plotësisht legjitim dhe i drejtë, analog me këtë, edhe përqafimi në mes nënës dhe të bijës dhe të ngjashme. Është e lavdëruar dhe e preferuar që babai nganjëherë të konsultohet me të birin në ndonjë çështje dhe prej tij të kërkojë ndihmë dhe të marrë vendim. Tempulli i lashtë në Mekë, gjithsesi Qabeja, është shumë e vjetër. Ai është tempulli i parë i cili është i ndërtuar për njerëzit. Për këtë, Allahu i madhëruar thotë: "Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz është ajo në Mekë, e dobishme, udhërrëfyese për mbar njerëzimin." Ali Imran 96. Ibrahimi ngre themelet e tempullit të lashtë. Pasi që Ismaili ishte pajtuar që të ndihmonte baban në ndërtimin e Qabes, Ibrahimi a.s. njëherë u dha punës. Allahu i madhëruar i tregoi vendin se ku gjendej vendi i tempullit para ndërtimit ose para shkatërimit të tij nga vërshimet e mëdha në vitin e përmbytjes së madhe, tufanit. Deri në atë kohë nuk ju gjet askush që të rindërtonte tempullin. Ndaj këtë detyrë mbi vete e mori Ibrahimi a.s. derisa Ismaili i jepte gurët, bashk i shqiptonin fjalët të cilat Allahu i madhëruar i transmeton në Kur'an. Edhe kur Ibrahimi dhe Ismaili duke ngritur themelet e shtëpisë Qabes, luteshin: "Zoti ynë, pranoje prej nesh se me të vërtet ti je që dëgjon dhe di. Zoti ynë, bëna neve dyve besimtar të sinqert ndaj teje dhe nga paraardhësit tan njerëz të bindur ndaj teje. Na e mëso manasikun, rregullat e adhurimit dhe falna neve, vërtet ti je falsi, mëshiruesi." El Bekare 127. 128. Ndërtimi i Qabes u bë shpejt dhe pasi ajo u bë shumë e madhe, Ismaili solli një gur teje të madh, mbi të cilin u ngjit Ibrahimi a.s. dhe filloi të ndërtonte muret. Kështu rrodhën punimet, derisa ndërtimi nuk u krye. Ai gur i madh ka ngelur në njërin nga gurët e Qabes, kurse në të, pa marrë parasysh se bëhet fjalë për një materie të fortë, kanë mbetur gjurmët e shputave të Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ashtu që të mbetet një argument i qartë për të gjithë botrat. Me paraqitjen e Islamit, është obliguar falja e namazit pas këtij vendi në të cilin kanë mbetur shenjë gjurmët e shputave të Ibrahimit a.s., për të cilën i madhëruar i thotë: "Vendin ku qëndroi Ibrahimi, pranoni për vendfalje." El Bekare 125. Pasi që ishte mbaruar ndërtimi i Qabes, Allahu i madhëruar urdhëroi Ibrahimin a.s. që njerëzve të urdhëronte të bënin haxhin. "E thirr ndër njerëz për haxhin, se të vinë ty këmsor e edhe kalorës me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të largta." El Hajj 27.
Ibrahimi a.s. unë gjitë në kodrinën e quajtur Ebu Kubejs, të cilën e kishte në afërsi dhe në emër të Allahut thirri: O njerëz, Zoti juaj ju ngriti tempullin, ndaj bëni haxhi në të. Derisa thërriste, kthehej djathtas dhe majtas, sikur që bëjnë sot muezinët, derisa e thërrasin ezanin, duke i thirrur për namaz. Allahu i madhëruar me dëshirën dhe fuqinë e tij bëri që thirrjen e Ibrahimit e ka dëgjuar çdo shpirt i krijuar. Ai shpirt i cili atëherë i është përgjigjur, ai haxhin e ka kryer ose do ta kryej, kurse ai shpirt i cili në atë moment nuk i është përgjigjur, shpirti i tillë nuk e ka kryer e as që do ta kryej haxhin. Fjala i është përgjigjur, do me thënë e ka telbien e cila është lebejke Allahume lebejk, që në përkthim do me thënë të përgjigjem Zoti im, të përgjigjem, ose gjithmonë u përgjigjem urdhrave të tua. Rezultate nga ky fragment. 1. Ibrahimi a.s. e ka ndërtuar tempullin e lashtë gjegjësisht Qaben, të cilën Allahu e ka bërë të shenjtë dhe të veçantë. 2. Ibrahimi dhe djali i tij, Ismaili a.s. e kanë ndihmuar njëri tjetrin në ndërtimin e Qabes. 3. Qabeja është ngritur mbi themelet e saj të lashta, ku kishte qëndruar para vërshimës së madhe. Kjo i shkon në dobi argumentit të atyre që thonë se Qabeja daton që nga koha e Ademit a.s. 4. Lënia e gjurmëve të shputave të këmbëve të Ibrahimit a.s. mbi gurin ku qëndronte gjatë ndërtimit të Qabes është një nga shenjat e pamohueshme të Allahut, gjegjësisht mrekullive, të cilat u ka dhuruar të dërguarve të tij. 5. Rrëfimet për atë se secili shpirt i krijuar e ka dëgjuar thirrjen e Ibrahimit për haxh, paraqet argument i cili padyshim tregon atë se shpirtrat janë krijuar para trupit dhe se jeleku i caktuar për mitrat, që me vullnetin e Allahut fryn shpirtin në atë copës mishi në mitër, gjegjësisht në fetusin, i cili në atë moment ngjallet. Shenjat e paraqitjes së të dashurit, Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Allahu i madhëruar na lajmëron se Ibrahimi dhe djali i tij Ismaili, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dy, në kohën derisa e ndërtonin Qaben, tempullin e lashtë, i kanë përsëritur fjalët në vijim. Zoti ynë, dërgo ndër ta nga gjiri i tyre të dërguar, që t'u lexoj atyre ajetet tua, t'u mësoj atyre librin dhe urtësinë, e t'i pastroj prej ndyrësisë i dhujtarisë ata, s'ka dyshim se ti e nga dhënjuesi, i dishmi. El Bekare 129. Për emri tyre, në ajetin e cituar, ka të bëjë me pasardhësit e Ismailit dhe Ibrahimit a.s. Pra kjo dua është paralajmërimi i parë i paraqitjes së të dërguarit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, gjë të cilën e ka vërtetuar edhe vetë ai kur pas pyetjes për profetësinë e tij ka thënë: Unë jam duaja e pranuar e stërgjyshit tim Ibrahimit a.s. dhe unë jam lajmi përgëzues, të cilin e ka paralajmëruar vëllai im Isa a.s. Ismaili dhe pasardhësit e tij. Ismaili a.s. jetonte në afërsi të tempullit të lashtë në Mekë, kurse në të jetonin edhe pjesëtarët e miqve të tij, të cilët ishin me prejardhje nga fisi i Jemenas, Gjurhum. Ai atyre dhe të gjithë amalikëve, të cilët i kishin banuar pjesët e Hijazit, u ishte dërguar për pejgamber. Ai kishte 12 djem. Më i madhi quhej Nabit, dhe ai është hallka e artë në zinxhirin e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pra Nabiti ishte zgjedhur që të ishte njëri nga paraardhësit direkt të Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjegjësisht ai është njëri nga ata për të cilët kanë të bëjnë fjalët e Ibrahimit dhe Ismailit a.s., të cilët u lutën: Zoti ynë, dërgoju të dërguar njërin prej tyre. Hallkat e tjera të zinxhirit të artë të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjenden në mes Nabitit dhe Adnanit. Ndërsa bëhet fjalë për 6 paraardhës, kurse të tjerët janë të panjohur. Të gjithë kanë jetuar në haremin e Mekës dhe kur nuk janë larguar që aty. Ai për të cilin flasim, më i dashuri prej të gjithëve, prisi dhe i pari të gjithë profetëve, njeriu me prejardhje më të mirë dhe më fisnike, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Prejardhjen e tij e ka përmendur vetëm deri te Adnani, kurse i është ndalur dhe ka thënë: Kanë gënjur genealogët. I madhëruar i ka thënë: Dhe shumë gjenerata ndërmjet tyre,
El Furkan 38. Për shkak të kësaj, në këtë drejtim është më mirë të ndërpritet aty ku e ka ndërprer Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, gjithësisht për ardhjen e tij, me përmend deri te paraardhësi i tij Adnani, ashtu sikur që ka bërë edhe vetë ai. Rezultate nga ky fragment. 1. Paraardhësit e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në mes Ismailit alayhis salam dhe Adnanit nuk janë të njohur, ashtu që nuk është rregull që kategorikisht të vërtetojmë se përjardhja e tij fisnike është e njohur deri te Ademi alayhis salam, sikur që këtë e bëjnë disa ekspertë gjenealogjisë. 2. Autenticiteti i përjardhjes së të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Nga Adnani e deri tek Abdullah bin Abdul Mutalibi, babai i Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, është e vërtetuar dhe e sigurt dhe në këtë nuk ka kurrfarë dyshimi. 3. Vërtetimet dhe theksimet e paraardhësve nuk duhet marrë të gatshme, si dhe nuk duhet marrë pa hamendje gjithçka që thonë.